Në 27 vjetorin e rënjes së dëshmorëve të kombit, Shkëlzen Haradinaj, Fatmir Nimanaj, Luan Nimanaj dhe Asim Alilaj në kompleksin memorial në Glogjan janë bërë homazhe. Kryetari i AK-s dhe ish komandanti Ramush Haradinaj deklaroi se prilli i vitit 1999 ishte moment shumë vendimtar, pasi sipas tij duhej të merrej vendim ose të ndalojë ekspedita serbe ose të heштej fakti se forcat serbe do t'i masakronin familjet e tyre. Nuk është aq e thjeshtë sepse ishte një kohë e gjatë në luftë dhe ishin momente shumë vendimtare, pra prilli i vitit 1999, vendimi i marrë ka qenë spontan, nuk ka qenë i marrë me komand, por ka qenë vendimi i veteronjve që sot i kujtojmë me shkuar me dalë në një ekspeditë të ushtrisë serbe, të forcave serbe që kishin marrë atë drejtim të një vendodhjeje të familjeve të civilëve shqiptar që ishin të strehuar, pra në një luginë në Duboçak ishin shumë familje, shumë fëmijë, kishin një kohë të gjatë që ishin ashtu dhe ata ishin në vështirësi me ushqime, me probleme dhe tani ishte një moment tepër i vështirë dhe i imi si me veprue e me dhënë një urdhër me shku me ndal një ekspeditë serbe me aq pak potencial që ne e kishim. Ekspedita ishte shumë e madhe, apo me hesht faktin se forcat serbe po shkojnë me i masakrue familjet tona, civilet e pambrojtur, gratë dhe fëmijët. Për fat këta ma lehtësuan mua, nuk më lanë mua me marrë vendim, këta e morën vetë vendimin, tha Haradinaj gjatë përkujtimores. Kurse Gazmend Cyla, nënkryetari i OVL-UÇK-s, tha se 16 prilli i vitit 1999 ishte dita më e rëndë e luftës. 16 prilli i vitit 99 nuk ishte thjesht një datë, është dita më e rëndë e luftës, është një plag, por është edhe skenari, është një datë që do të mbahet mend sa të ketë diell mbi këtë tokë. Atë ditë Glogjani nuk flijoi vetëm luftëtar, por skaliti në përjetësi historisë se si u fitua liria. Heroizmi i kreshnikëve të Glogjanit nuk është vetëm kujtim, ai është testament për brezat që po vinë. Shkëlzen Hilmi Haradinaj, udhërrëfyesi jon për luftëtarët e rinj, ai ishte më shumë se komandant, ishte prind, kur gabonim ai i mësonte, kur lodheshin ai i ngrinte, kur humbin shok ai u bëi forcë. Dora e tij mbi kokat e tyre është bekim, përqafimi i tij ishte një frymëzim. Shkëlzeni nuk e përthekojnë të gjithë fjalët e lavdis, figurën e tij e përthekojnë vetëm 2 fjalë: Kosova e pavarur, sepse Kosova e pavarur është vetë Shkëlzen Haradinaj, deklaroi Cyla. Ndërkohë në ceremoninë përkujtimore mori pjesë edhe ministri i punës, familjes dhe vlerave të luftës së UÇK-s, Andin Hoti, i vetmi nga radhët e vetvendosjes që shkojnë në kompleksin memorial në Glogjan në kullën e Haradinajve. Hoti mori pjesë në homazhet për 27 vjetorin e rënjes së Shkëlzenit dhe të tjerëve. Ishte kreu i AK-s Ramush Haradinaj ai i cili e priti, i shtrëngoi dorën dhe i tha Hotit se ai e ka nderuar me vizitën e tij. Ke bë mirë që ke ardhur, nderime, dëgjohet teksa i thot Haradinaj Andin Hotit.